sërish së bashku dhe do të zhvillojmë një bashkë bisedim me zonjën Flutra Haçka. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. Faleminderit që jemi ne sot. Në fakt, përpara se të ndalem tek zhvillimet brenda Partisë Demokratike dhe aksionin në cilën është përfshirë apo protesta e datës 24, më lejo të të pyes për një gjë që realisht është shqetësuese për shqiptarët, që së fundmi kanë intensifikuar vajtjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shumë arsye. Fus këtu edhe Kosovën, sepse është i njëjti fat, me të njëjtën vendimarrje jemi të dyja vendet dhe ka ngjallur mjaft reagim. Reagimi i institucional ose zyrtar, paktën në Shqipëri, ka ardhur nga Ministrja Spiropali, e cila cilëson një spekullim të opozitës për vizat atë që realisht ka ndodhur. Megjithatë, ju si e keni parë, çfarë ka ndodhur në kuadër të kësaj mase, të themu, ose vendimarrje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që na prek dhe ne? Ju dini që Departamenti i Shtetit është ka qenë këto kohë të fundit në një farë rishqyrtimi të raporteve sidomos me kancelarit në përgjithësi të Europës, por edhe veçanërisht të Ballkanit Juglindor. Keni parasysh vendimin e fundit të 3 muajve të shqyrtimit të raporteve për shkak të vendimeve të rreta në lidhje me masat që mori departamenti që do të marrë ose që ka marrë Departamenti i Shtetit për trafikun e narkotikëve dhe gjërat të kësaj natyre. Kështu që nuk është shumë ndryshe, ose mund ta shikojmë edhe si një masë e përkohshme, ndoshta parandaluese deri në një moment të dytë. Nuk duhet parë kaq dramatike. Pastaj në fundit, përdesa shkon në këtë politikë rishqyrtimi, nuk ka pse të duket, nuk ka pse të jepen nuanca. Në fakt, ata që e vuajnë janë ndoshta njerëz të zakonshëm, se gjithë qysh qeveritarët i gjejnë mundësitë dhe nuk e kanë ndoshta kaq të rëndësishme këtë gjë. Por për shqiptarët e thjeshtë që duan të lidhen, të shkojnë, të takojnë të afërmit, ndoshta kjo mund të jetë fundit politikat e mrapshta, po ta quaj kështu, njerëzit e thjeshtë i vuajnë, kështu që më shumë e shoh si një shqetësim për qytetarët e thjeshtë, më shumë në këtë pikë si një keqardhje se sa një keqardhje për flas për qeveritë, të cilat në një farë mënyrë mund të jetë ndëshkim për ta, një lloj ndëshkimi për ta ose një nevojë për të shqyrtuar si shkojnë gjërat, të paktën në atë afat 3 mujor deri në 20 mars që ka lënë Departamenti i Shtetit. Është një vendimarrje në kuadër të këtyre politikave që po ndjek Trump dhe që ka të bëjë me premtimet elektorale që ka bërë dhe që po i zbaton, apo ndoshta shef edhe përtej kësaj një mesazh i cili vjen për klasën politike që na qeveris aktualisht? Sigurisht orientimi, ma thënë, shkaku është klasa politike, sepse edhe vendimi i fundit i Departamentit të Shtetit, i cili u bë publik ca javë më parë, në fakt ka lidhje me qeveritë dhe masat e tyre për të parandaluar trafikun e drogës dhe të narkotikëve. Kështu që shkon në një farë mënyrë, shkon në të njëjtën linjë, në të njëjtën valë me këtë, po them, me këto masa që kanë lidhje me qeveritë. Sigurisht, por çështja është, ata që i vuajnë janë njerëzit e thjeshtë, ky është shqetësimi im. Mendoj se shkon në këtë valë. Dhe ka lidhje drejt për drejt me qeveritë shqiptare, po quaj në shumës kështu, sepse kjo më shqetëson qeveritë shqiptare, po. Tani, më datë 24 janar në orën 17, Partia Demokratike zhvillon një protestë kombëtare përpara kryeministrisë. Ndërkohë dua të kujtoj për opinionin publik që erdhi menjëherë pas asaj tryeze që ishte zgjidhja për Shqipërinë, në ku ju bë ftesë mjaft elementeve të rëndësishëm të politikës, subjekteve të cilat janë ose jo pjesë e parlamentit. Çfarë është kjo lëvizje, ose si do ta shohim nga ju këtë moment? E para njerë t'ju pyes, ju kishit ftesë, se duhet t'ju pyes edhe ju, zonja Haçka? Ja, unë nuk kam patur ftesë dhe nuk është se prisja ftesë, kështu që nuk kam në një, po them një keqardhje në të pikë fare. E kuptoj qëndrim tuaj, po ne si opinion publiku, na thotë që është një tryezë e gjerë, na duhet të pyesim, sepse ka disa elemente rëndësishëm në politikë që ka lënë gjurmë për të parë pasi dimensionet se çfarë ata duan të bëjnë. Ky ishte qëllimi i pyetjes time. Nuk kam patur ftesë. Dhe mbasi është e natyrshme, do të ishte vështirë për vendosur një, po them, ur komunikimi, me zyra, me përfaqësues, të cilët
pak muaj më parë, ju keni qenë dëshmitare, kam pas një, po them, një sjellje jo edhe të normale. As normale jo, nuk po flas politike, s'ka asgjë politike, as njerëzore madje në raport me mua. Kështu që është e vështirë. Megjithatë, përtej kësaj, unë ndjek me vëmendje, kam detyrim edhe ndaj demokratëve thjesht që më kanë votuar, që më kanë besuar 4 vite, por edhe si qytetare që ka folur 35 vite për çështje shqiptare, e ka të nevojshme, ta ndjek sigurisht edhe me shqetësim, por okej, do t'i thrasim demokratët, se demokratët do t'i thrasim, se shqiptarët e kemi parë që janë indiferent, dhe mua më vjen keq jo vetëm me Partinë Demokratike, por në përgjithësi me opozitarizmin janë pak të tërhequr. Kjo do thotë diku në këto 4 vitet e fundit, po sidomos mas 11 majit, ose gjatë fushatës e 11 majit, ne kemi gabuar për të njohur shqiptarët, jo vetëm ata griq, të cilët nuk u tunduan fare të na votonin, flasi opozit, ose një pjesë e tyre, vetë diferenca e madhe me qytetarët të cilët as dolën nga shtëpit, nuk po flas për njerëz për të djathtë që nuk kanë votuar, shtoj kësaj edhe pakënaqësinë e shumë të djathtëve, shtoj kësaj edhe shumë të majt të cilët nuk do të donin kurrë ta votonin Edi Ramën, por që nuk kishin çare pa e votuar për shkak se ne nuk i dham një alternativë më të besueshme. Të gjitha mund t'i mbledhësh këto, është shumë keqase, dhe unë nuk e di se ti do të mund ta riparoj këtë hendek të krijuar, këtë po them këtë raport të ftohur të forcës sonë politike me demokratët, me një pjesë të tyre të cilët janë larguar, me ata që janë jashtë. Ne akoma kemi një problem të madh, ai ne nuk po arrim të kuptojmë, ta pranojmë që kemi me mira demokrat jashtë. Ai bashkimi i REM, i cili është mbëtuar me kohë me muaj të tërë, nuk erdhi kurrë, sepse një bashkim do thotë të çorosh më parë plakën që të ka ndarë. Ne nuk kemi asnjë, kemi dëgjuar ju për ndokujt ndonjë ndjes për gabime, qofshin dhe këto gabime naive. Sigurisht, gabimet naive në politikë janë gabime fatale dhe njeriu do të marrë përgjegjësi të largohet, por edhe gabimet naive, njeriu do të kërkojë ndjes. Jo vetëm që nuk janë bërë gabime naive, por kanë qenë gabime të qëllimta, një gjuhë e ashpëruar me njerëz të cilët mendojnë ndryshe nga leadershipi i PD-s, një sjellje politike brenda partisë, pa e respektuar statutin në mënyrë sistematike, mënyra e ashpër e trajtimit të, po them, të opozitarëve të cilët nuk janë me ty, duke i cilësuar ata në mënyrë, po them, të padrejtë, si Paterica, herë do kure dhe si Armiq, herë do kure duke bërë thirrje për të gjuajtur, për të fyer, për të kushtruar. Ju mjafton të shihni të bëni një tregorim rrjeteve sociale për të parë se çfarë ka ndodhur me këta demokratë të cilët nuk mendojnë si leadershipi i PD-s. Pra, kur ti bashkosh gjithë këto, ty të del që kjo puzzle i ynë është i coptuar. Si do të mund ta bëjmë bashkë këtë puzzle që të kthehemi në një vokacion të fortë me të cilët normalisht ne kemi dhënë shembullin e 35 vite, kurdo Partia Demokratike, kurdo opozita është në shesh, pra pse nuk frymëzojmë? Nuk frymëzojmë sepse kemi ndërtuar alibi mbi alibish, gënjeshtra mbi gënjeshtra. Shikoni, merrni vetëm, po them, unë jam detyruar ta quaj gënjeshtër, pavarësisht ndjesave që u dhanë, po flas për mënyrën se si u zgjodh avokati i popullit. Është një gjë shumë e shumtuar, askush nuk mbajti përgjegjësi. Po demokratët nuk janë më tani axhami, edhe përveç asaj shpure, e cila është besnike, çfarëdo që ti thuash, demokratët tani nuk janë aq që nuk ta falin sepse janë mbas 13 vitesh opozitarizëm, dhe mbas 13 vitesh mos kesh asnjë lloj refleksioni. Të mos i thuash na falni për gabimin që bën për zgjidhjen e avokatit popullit, qoftë kjo, edhe një gabim naiv, është e pandershme. Përveç se nuk është një gabim naiv, është një gjë e qëllimt, i cili ka fshehur një gjë i cila ka kohë që është tani lidhur dhe i ka dhënë frutet e veta. Ky bashkëpunim i malign vetëm për interesat vogla, duke harruar interesin e madh të demokratëve, i ka dhënë tani rezultatet dhe kam frikë se do t'i japi disa rezultate të tjera edhe më vonë. Dhe po i jep rezultatin po flas tek meqense më pyetet për protestat. Shiko, protestat u mbledhën 10.000 vet. Vetëm po flas nga 80.000 që kemi patur ne. Flas militant,
njerëz të cilët kanë qenë në parti në listat e Partisë Demokratike. Të thrasësh 10.000 vetë në shesh, 2.000, 3.000, nuk është asgjë, është pak o gjë. Por Partia Demokratike është mësuar të mbledh në shesh me qindra mira. Po. Do thotë, kjo parti duhet të reflektoj sot sa nuk është vonë. Jemi në vitin e parë të mandatit të 4, të mos shkojmë tek viti i dytë se do të jetë pa dalë. Tani, a mendoni zgjanshë se Berisha dhe Rama gjejnë gjuhën e përbashkët në shumë çështje, se realisht edhe kjo më ngasmon kur përmendet edhe avokatin e popullit. Edhe antarët e bordit të radio televizionit shqiptar kanë qenë her pas here në pikpyetje si pasojë e marrëveshjeve politike që bëhen. Po, sigurisht, këto flasë zgjedhjet e bordeve të kësaj natyre, edhe të televizionit, edhe të AMAS, sigurisht janë zgjedhje politike, ju e dini, shkojnë sigurisht në një proces, po them publik, por në fundit janë zgjedhje politike dhe duam ne janë zgjedhje personale, s'po them personale të kryetarit, po të grupit vogël, sigurisht dashamirësit e tyre, edhe me gjithë përtej staturës që ndonjëherë është justifikuar. Por kjo është gjëja në një farë mënyrë jo aq e rëndësishme, saq është e rëndësishme disa marrëveshje të cilat e kanë ndihmuar dhe kanë qenë marrëveshje të pastra në parlament. Arsyet i kam shpjeguar disa herë dhe mos i kthejmë më të njëjtës histori që ka ardhur për shkak të këtij konflikti të Partisë Demokratike. Pra nevoja për të marrë, për të, po e them uzurpuar tani, por për të marrë pronësinë e PD-s në parlament, deri diku edhe me ndihmën e Edi Ramës, me ndihmën e kryesisë parlamentit, me ndihmën e Lidita Nikolës, me ndihmën sepse mos harrojmë, grupi parlamentar, po patë grupi parlamentar ka një armë shumë të fuqishme në 4 vite, politika e Partisë Demokratike për shkak të këtij konflikti u përqendrua te grupi parlamentar dhe në një farë mënyrë u orientua nga grupi parlamentar, prandaj grupi parlamentar që rezistoi, i vetmi që rezistoi më shumë deri në fund, ai u rrëmbye brenda në parlament. Kështu që ka qenë shumë gjë e thjeshtë nëse ti kërkon ndihmë nga krau tjetër, sigurisht ai do të kërkojë ty borxhin e vet. Dhe kjo lloj, po them bashkëpunimi, s'dua ta them në kuptimin malin të gjërave, s'kam dëshirë ta hitoroj gojën gjuhën, por ama kështu kjo është e vërteta. Nga viti 2008, duke lëshuar zoti Berisha, në vitin 2008 për shkak të Gërdecit, të mos harrojmë ajo dora në supin e zotit Berisha, prej zotit Rama i dha me njëherë efektet me ndryshimet në kotin zgjedhor në prill të 2008-s dhe pastaj dorës në 2020-ën dhe pastaj përfundimisht vendimi i kotit zgjedhor në, po them votimi në 24 korrik 2024, në 27 korrik 2024, që i dha Edi Ramës të paktën 12 mandate në tavolinë dhe mbi të gjitha shkatërroi forcat e reja politike. Të mos harrojmë, ja mendoni një moment një terren ku mazhoranca nuk ka më shumë se 71 mandate, po e them. Por ama për shkak të bonsensit, të dëshirës dhe nevojës për ta pasur fuqinë opozitare, edhe në mos qofshin fitues, po të paktën fuqinë opozitare në shesh, duke bërë thirrje që jo vetëm të sulmohen partitë e reja, por duke bërë thirrje shqiptarëve, të cilët në një farë mënyrë ishin mërzit me leadershipin e zotit Berisha, por ama janë të djathtë dhe duan të votojnë djathtas, s'ka rëndësi, jo djathtas, po opozitar, përfshi këtu edhe partinë e zotit Qori. Në rastet të Partia Demokratike, në fushatën zgjedhore të vitit 2025, do t'i bënte thirrje shqiptare që, nuk doni të votoni PD-n, por mos votoni majtas, mos votoni mazhorancën, votoni ju lutem partitë e reja. Do të kishim tani një terren tjetër dhe gjitha partitë opozitare në mënyrë të natyrshme do të ishin bashkuar në një front dhe sheshi ju siguroj do të ishte plot me shqiptar. S'ka rëndësi të djathtë të maj, do të ishte plot. Por ne kemi gabuar shumë rënd dhe për këtë gabim dikush do të mbajë përgjegjësi. Ju do të jeni pjesë e protestave, ose a keni ju një plan të qartë për mënyrën se si mundet që të maksimizohet opozitarizmi, që të bëhet ofertë dhe më pas të shtohen numrat, mos t'i mbetet vetëm asaj që u thatë që mbetet tek demokratët dhe jo tek shqiptarët, ndërkohë zullumet e qeverisë sigurisht nuk janë vetëm për demokratët, janë shumë më shumë se kaq.
Aja, ne mund të bëjmë protesta. Ne kemi detyrim të jemi në protestë. Unë kam qenë në protestë 35 vite. Edhe kur nuk kam qenë, edhe kur ka qenë madje PD-ja ka qenë në pushtet, unë kam qenë në protesta që kanë lidhje me opozitën, me çështje esenciale të qytetarëve, nuk ka lidhje fare kjo gjë. Si opozitare e lindur në një farë mënyre dhe jo anti-state, po anti-sistem në jetë shkrimin tim politike dhe njerëzor. Por çështja është nëse protesta thirren, si duket, për të sankcionuar leadershipin, pa asnjë lloj refleksioni për ato çfarë ka ndodhur dhe çfarë po ndodh, dhe çfarë ka ndodhur në këto 4 vite dhe çfarë po ndodh ende me Partinë Demokratike. Atëherë kjo është një protestë e qëllimt jo për të thirrur shqiptarët, sepse shqiptarët po e thonë qartë, e votuan me 11 maj. Ata duan një opozit tjetër të reformuar, duan ndjem të ri, janë lodhur duke parë figurat e vjetra 35 vjeçare, e kanë shumë të qartë. Vetëm në Shqipëri nuk ndodh. Prandaj kjo është arsyeja pse në përgjithësi politikanët shqiptar nuk kthehen kurrë në shtetar, sepse shtetari është një qenia, një politikan që vdes politikisht. Pra, vjen një moment të riqet, ky është shtetari. Prandaj ne nuk kemi shtetar në jetëshkrimin tonë të 111 vite shtet, ne nuk kemi shtetar, shumë pak. Ne kemi vetëm politikan. Dhe kjo është gjëja më fatale që ka në CV-n e vet politika dhe shteti shqiptar. Kur do të vinë shtetarët shqiptar? Do të na duhet të ndryshojmë sistemin, që t'i lejmë atyre të kuptojnë që duhet të kthehen në shtetar, jo në politikan të mërzitshëm deri në fund të jetës së tyre. Dhe këtu se kam fjalën me emra të përveçëm, por e kam fjalën me sjellje politike. Kjo është çështja, në rast se Partia Demokratike deri në prill, si të paktën deri në prill, duhet ta kishte bërë përpara, nuk shkon në reformim të plot, por do të mbetet me këta ushtar. Pra me zgjedhjet e brendshme të mbyllura. Nëse nuk reformohet, nëse ato djem të ri që mbushin sallat tek zoti Saljani, që në fund fare janë demokrat të pastër, të ndershëm, që duan një Shqipëri më të bukur se kjo sot, që kemi bërë ne, ku e përfshi dhe veten, sepse mos thuhet sepse janë vetëm kritizere, por janë dhe vetë që nuk mund do të bëjnë një gjë më shumë aty ku isha në parlament. Në rast se deri në prill, atëherë neve do të sankcionojmë përfundimisht Edi Ramën dhe këtë qeveri është kthyer në grup i strukturuar kriminal. Kjo që po ndodh, do të shikojmë, unë jam shumë e ndjeshme ndaj datës 22. Dhe mua dhe besoj dhe shumë shqiptarëve, nuk na intereson shumë ai emri, ne na intereson fakti që në këtë Shqipëri nuk mund të ketë njerëz të paprekshëm. Çdo politikan, sidomos çdo politikan duhet të jetë i hapur dhe transparent, sepse jeton me taksat e shqiptarëve, me të gjitha privilegjet që ja jep ligji, por që ja japin dhe shqiptarët që heshtin kur ata bëjnë zullume. Kështu që të mbushim sheshet është e natyrshme, po ka shumë rëndësi devijimi i protestës sonë për arsye personale. Ne duhet ta ndajmë këtë gjë përfundimisht. Tani, në dijenin tuaj, a ka ura komunikimi Partia Demokratike ose edhe këta të rinjt, element, nuk po flas për zotin Berisha ose atë por edhe këta të rinjt ose janë si grupe me të huajt, kur them me të huajt, duhet kuptoj me aleatët, me përfaqësuesit diplomatik, me organizmat ku bëjmë pjesë, ku aderojnë, ka një intensifikim? Unë nuk e kam shumë të qartë, sepse nuk e di së brendshmi çfarë ndodh, por kam parë disa takime dhe mendoj se një bashkim i tyre kanë gabuar për mua, unë kam thënë më parë, po e përsëris edhe këtu Ajla. Për mua, fakti që nuk u krijua poli i tretë, për cilin edhe kam bërtitur, merreni kështu, domethënë siç po e them, kam bërtitur dhe i kam takuar edhe element që mendoja polin e tretë si një gjë shumë të rëndësishëm që do të ekuilibronte këtë baraspesht të jashtëzakonshme që kemi sot në politikë. Fakti që gabuan, por kam dëshirë t'ia vë naivitetit, kam nevojë t'ia vë një lloj mungese të përvojës politike, por ama e vërteta është që ata u grushtuan nga dy partitë e mëdha që kanë krijuar tani sistemin dhe nuk dua ta lëshoj. Nëse Partia Demokratike ka pasur problem për të qenë e dyta, atëherë e dyta është, nuk ka asnjë diskutim në këtë pikë, le të bëj protesta sa doj. Kjo është një gjë e përcaktuar. Çështja është, a do të bëhet Partia Demokratike dhe opozita e parë, pra do të drejtoj vendi sepse meriton, e ka merituar me kohë, por pak dorëzania e kësaj bande që kemi në pushtet, pak gabimet tona, pak egërsie, pak nevojat personale, pak shtremrimet që kemi bërë, leximit të statutit partive,
Dhe ndoshta edhe kjo naiviteti, rrotull i partive të vogla, të cilat do të kuptojnë që tani janë në skenë me shumë vështirësi kanë bjetuar. Shikoni se çfarë i kanë bërë Adriatik Lapajt. Pavarësisht naivitetit ju thash, po ne të gjithë e dim që zoti Lapaj duhet të ishte në parlament, apo jo. Pra një shoqëri e tërë, ne dim që zoti Lapaj duhet të ishte në parlament, dhe pse nuk mlidhemi ne përpara KQZ-s, pra si popull të kërkojmë një të drejtë. Zoti Lapaj duhet të jetë në parlament, jo një deputet që pa dëshirën e saj rri, ajo s'është faji i saj, po rri pa dëshirën e saj. Por diku kishte interesa të shkatërron të partitë e reja, këtë polin e tretë për cilin po flas, pikërisht për këtë lloj zotërimi të fushës si opozitar. Pra, këto gabime që duken në dukje si të vogla, të parëndësishme, këto janë gabime të qëllimshme. Dhe për këto arsye, njerëzit nuk janë aq të pakujdesshëm për të shënuar si gabime të qëllimshme. Neçka, faleminderit që më bashkove sot. Faleminderit ju. Faleminderit ju. Përshëndes, do të kem sërish, besoj se zhvillimet janë interesante. Përshëndetje edhe për ju edhe një ditë të mbarë plaçi. Nëjsi, dhe gjitha u thash dhe në faqen tonë zyrtare, mcn.tv.al.